hap Instagramin dhe shoh disa video nga persona që flasin pa baza dhe pa fakte reale. Me thënë të drejtën, ka njerëz nuk din të ndajnë thashë themin nga akuza. Nëse thashë themi dhe mungesa e lirë e fjalës brenda protokolleve mediatike do të ishin të ndaluara me ligj, atëherë vendi ynë do të ishte shumë vite pas sistemi ton politik. E shikoj që nuk ja keni fare iden e mediave globale, e rubrikave roz, ose gossip, quajeni si të doni ju. Unë jam shumë e hapur për luftën virtuale dhe administrative. Por, ditë ju them edhe diçka. Luftën e keni të humbur me mua. Por, jo sepse unë fitoj gjithmonë, por sepse ju jeni gjithmonë gabim kundrejt meje. Me ç'po shoh, dosja do na shkojë në hak, por unë kam një bashkëpunëtor in crime, i cili është Ronaldo Sharka. Sepse ai e kishte armën, pra kufjet, mikrofonin dhe pyetjen. Gjithsesi, merreni me sportivitet, sepse në fund fare unë thash diçka që e lash si thash e them dhe e theksuam që mos të kishte keq kuptime dhe keq interpretime. Ju lutem, çdo gjë që thuhet në rrjetet sociale mundoheni ta merrni ashtu siç ne e themi dhe jo siç juve ju leverdis për të bërë këtë gjullurdinë e madhe. Jo vorbulla me mua dhe jo labirinte që nuk kanë krye. Peace and love, shpërndani dhe pozitivitet, se është gjëja që na duhet më së shumti.